qenë që kanë pirë qumësh ke macja, Okej. ka dhe mace që kanë pirë qumësh ke qene. Dua të di historinë më të veçantë, ndoshta një mik i çuditshëm i një qeni, përpos njeriu, ë? Kush mund të ketë qenë? Ndoshta një kafshë tjetër? Miq, kemi pas shumë qene mace kanë qenë pafund. Kemi pas, është një klient e jonë që ka qenë dhe plumb. Duket se është miku dhe yni. Është Francesco, Francesco, është mik i programit. Pra, është qeni, puma, është shok me plumbin. Do të thënë, shumë e çuditshme kjo. Se besoj si rinë ashtu. Po qenë me macet, rrinë bashkë, miqësohen do? Ka qenë që kanë pirë qumësh ke macja, Okej. ka dhe mace që kanë pirë qumësh ke qene. Dhe janë rritë bashkë. Dhe vazhdojnë rrinë gjithë kohës bashkë. Dhe më kemi pas një klient, kishte një pastor shumë të egër. Okej. U rrit me matën se ja morë matën sa dora. Ajo mace e rifte, i merrte ushqimin, i hypte te koka, i bëte çdo lloj gjëje, ai nuk e prekte. Te shifte mace tjetër, ai shklyte dyrët. Ishte e pamundur tu mante. Po jo asaj Me mace. macën e shtëpisë e komandonte. Kishte i dashurit të madhe, të jashtëzakonshme. E kishte rrit vetë, sa dora. Sa dora e rritë, kam treguar zotët foto, dhe kur e lëpinte, po thuj se fuste të gjithë në gojë, aq e vogël ishte. Por ishin miq. Shumë miq.